E kemi thënë shumë herë që të gjithë ne kemi një bateri sociale, edhe teksa shkojmë të gjithë angazhimet tona, duke nisur që nga vendi i punës, që nga vendi ku ne shkojmë për të marrë dije dhe arsimim, apo qoftë në çdo impenjim të mundshëm në aspektin shoqëror, familjar, por edhe romantik. Në gjithë ditën tonë, ne këtë bateri sociale më besoni që e shkarkojmë. Dhe çfarë ndodh? Ka një moment ku të gjithë, të paktën ata të cilët janë ekspertë shëndetit mendor, e quajnë burnout. Një moment ku ne nuk ndjehemi as pak mirë. Është maksimumi i lodhjes emocionale dhe fizike dhe praktikisht menjëherë pas kësaj nuk bëjmë dot më asnjë gjë. Duket sikur kemi gjithë peshën e botës në supe. Ka një mënyrë për ta menaxhuar këtë situatë. Pra, është një ezaurim emocional. Duket sikur ditën e sotme jemi fokusuar totalisht tek shëndeti mendor, referuar edhe insertit që nisëm emisionin sot për 5 mënyra se si të motivojmë veten. E pikërisht për këtë arsye Joana Ndoci ka zhvilluar një bisedë shumë të këndshme, por mbi të gjitha shumë informuese me psikologen Ermenela Shlaku. Ndjekim intervistën, rikthehemi në studio me të tjera tema. Sot do flasim për një gjendje që prek shumë njerëz, sidomos në ditët e sotme ku ritmet e jetës janë shumë të shpejta. Do flasim për burnoutin emocional. Por për ta kuptuar më qartë se çfarë është burnouti emocional, si mund të trajtohet, cilët janë shkaktarët e shumë pyetje të tjera, do jemi së bashku me psikologen Ermenela Shlaku. Përshëndetje dhe kënaqësi që jemi sot së bashku. Kënaqësia është e ime. Nisim direkt me pyetjen e parë për ta kuptuar më në thelb se çfarë është burnouti emocional. Burnouti emocional është një gjendje, një lodhje e gjendjes mendore, emocionale, psikologjike dhe rrjedhimisht dhe fizike. Pasi të gjitha këto ngarkesa, patjetër shkarkojnë edhe në trup edhe në organizëm. Ajo që do të theksoja unë është që është një gjendje e vazhdueshme e lodhjes sidomos emocionale. Ku ndryshon lodhja e zakonshme nga burnouti emocional? Ka një ndryshim, një dallim nga njëra tjetra? Lodhja e zakonshme në fakt zgjat për një kohë disi më të shkurtër, ndërsa burnouti emocional ka një frekuencë më të gjatë të kohës dhe rrjedhimisht shoqërohet edhe përveç me lodhjen fizike, sepse lodhja e thjesht fizike pra ndjehet përveç se ndjehet në trup, patjetër që reflektohet edhe në gjendje psikologjike, ndërsa burnouti prek të gjitha pjesët siç janë truri dhe patjetër dhe fiziku. Ajo çka është e rëndësishme të thuhet është që burnouti prek dhe emocionet, pra prek pjesën empatike të njeriut, duke e bllokuar atë, duke e bërë që mos të funksionojë për një kohë të gjatë. Pra, burnouti prek mënyrën se si ne mendojmë, mënyrën se si ne ndjejmë dhe mënyrën se si ne veprojmë, duke cënuar kështu disi rutinën tonë. Si mund ta kuptojmë që një individ po vuan le të themi nga burnouti emocional, nëse mund ta themi kështu. Pra si manifestohet? Atëherë, simptomat kryesore të burnoutit emocional janë një lodhje e vazhdueshme emocionale. Është ajo ndjesia sikur jemi bosh, sikur jemi të paplotësuar, sikur diçka po na ndodh, por në fakt nuk është një ngjarje specifike që na ka bërë të gjendemi në këtë situatë, por janë një varg situatash të cilat mlidhen duke shkatruar kështu dhe duke shkaktuar tek njeriu një lodhje totale. Së dyti kemi të bëjmë edhe me indiferencimin që ne bëjmë ndaj çdo gjëje që na rrethojnë, pra ndaj miqve, ndaj punës dhe na humbet dëshirën, vullnetin dhe për të përmirësuar vetë. Pasi njeriu patjetër është një qenie që ka vazhdimisht nevojë të rritet si nga ana profesionale, si nga ana personale. Po burnouti duket sikur e prek këtë gjë dhe e lë disi në një gjendje të palëvizshme. Pastaj një shkaktar tjetër, një simptom tjetër patjetër janë edhe fiziket, sepse simptoma fizike mund të ndjejmë dhimbje koke të vazhdueshme, pa gjumësi, por dhe gjumi tepërt, është ajo ndjesia e përgjumjes së vazhdueshme që kemi dhe patjetër që është shumë e rëndësishme që këto të kapen në kohë, të gjitha këto komponentët është shumë e rëndësishme që ne mos t'i lëmë te vetja jonë për një kohë shumë të gjatë. Po në momentin që këto komponentë lihen për një kohë shumë të gjatë, a mund të bëhen, le të themi, shkaktar për problematika të mëtejshme, siç mund të jenë stresi, ankthi, ose ndoshta te kalimi në depresion? Po, në fakt është e vërtet. Shkaktar kryesor i burnoutit është patjetër stresi. Janë situatat stresuese, janë ngjarje stresuese që ne kemi rreth vetes për një kohë të gjatë dhe nëse ne nuk vendosim veten primare dhe
të reflektojmë mbi këtë burnout që na ka ndodhur, duhet patur shumë kujdes, pasi mund të ketë raste dhe në fillim të një depresioni, jo gjithmonë, patjetër sepse kjo varet nga individ, ka individ që e superojnë më me sukses, e kalojnë më me lehtësi këtë gjendje, ka individ pastaj që ju duhet patjetër ndihma e profesionistëve, që mënyrë që mos të kalojmë në stadin që është pak më i rrezikshëm, siç është depresioni. Cilat mund të jenë ato individ që mund të preken më shumë, mund të jenë më të rrezikuar për të prekur nga burnouti emocional? Nuk e di nëse mund t'i kategorizojmë edhe në bazë të profesioneve në base. Po, në fakt po, patjetër që burnouti të gjithë jemi të predispozuar dhe jemi në një farë mënyrë të rrezikuar të prekemi të gjithë pavarësisht moshës, gjinisë edhe punës që bëjmë, por kryesisht ata të cilët janë më shumë të rrezikuar janë profesionistët e shëndetit mendor, si psikologët, janë edukatorët, mësuesit, kujdestarët në përgjithësi, pra të gjithë ata në të cilën ka një përgjegjësi shumë të madhe, si nga ana e kujdesit vetjak, po edhe nga ana e kujdesit për të tjerët. Pra kërkojnë përfshirjen e tyre 100%. Dhe kjo në këtë mënyrë mund të çojë edhe në një bllokim të mos funksionimit në fushën e tyre përkatëse. Cilat mund të jenë disa raste ku patjetër individi e kupton që nuk është mirë po vuan nga kjo gjë dhe duhet i drejtohet patjetër le të themi një specialist të fushës. Po, në fakt nga eksperjenca me punonjës të ndryshëm më ka ndodhur që e kanë reflektuar ata vetë që ndodhen në një gjendje pa i dhënë një emër, sepse kjo burnout ndoshta nuk ka një emër, nuk mund të gjithë t'i japi një emër konkret me emrin burnout, por duke u shpjeguar me simptomat dhe duke thënë që nuk kam dëshirë të punoj, nuk kam vullnet të punoj, mundet duket sikur s'po bëj dot asgjë. Dhe në këtë mënyrë sugjerohet patjetër që të shkojnë në profesionist të shëndetit mendor, por nëse ata nuk munden, patjetër që është shumë e këshillueshme dhe që puna e tyre të ndahet, sepse një nga shkaktarët kryesor të burnoutit është përgjegjësia e madhe që këta individ kanë në punë, duke çuar në një bllokim. Dhe duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë, individi ndjen se shpesh herë është i pa fuqishëm për t'i bërë të gjitha. Dhe një nga këshillat tona kryesore është që puna të ndahet, pra puna që ata ndodhen të ndahen midis kolegëve dhe jo çdo gjë ta bëjmë vetë në mënyrë që edhe përgjegjësia të ndahet dhe mos të arrijë në një kolaps pastaj. Pra ideja është që ne t'i ndajmë punët, mos t'i marrim të gjitha përgjegjësitë mbi supet tona dhe bëjmë aq sa mundemi. Po, patjetër. Gjëja që mund të ketë interesante ishte fakti që thatë pak më përpara që dhe vetë psikologët mund të preken janë të rrezikuar më shumë se individët e tjerë që të preken nga burnouti emocional. Po në të tilla raste, ku duhet të drejtohet një psikolog që po e përjeton dhe po e vuan këtë burnout emocional? Patjetër, shiko, psikologu duhet jetë patjetër empatik. Pra, psikologu në vetvete është një njeri i cili duhet të ndjej dhe duhet të mirëkuptoj klientin, sepse ndryshe nuk mund të funksionojë. Dhe për sa kohë psikologu është empatik dhe ndjen, patjetër që edhe ngarkesat do të jenë të tijat, sepse kemi të bëjmë me shumë raste, pra me mbivendosje të cilat psikologu i merr me vete. Është e këshillueshme që patjetër minimumi një herë në 2 ose 3 muaj një psikolog duhet të vizitojë ose të ndjek psikoterapi, të shkojë në një psikolog tjetër, në një koleg tjetër për të shkarkuar këtë ngarkesë emocionale, sepse mund t'i sjellë dëm vetës të ti si individ, por patjetër dhe si profesionista, sepse nëse ne nuk jemi të shkarkuar nga çdo ngarkesë që ne na rrethon, do kemi vështirësi që të përballemi edhe me klientin. E qartë. Përmendë pak më parë pjesën e profesioneve, pra i kategorizuam në këtë formë. A mund të themi që adoleshentët preken nga burnouti emocional edhe pse ndoshta një pjesë e tyre janë thjesht të fokusuar te pjesa e studimeve, e mësimeve dhe ndoshta nuk është se kanë këtë pjesën e punës, kulturën e punës, akoma le të themi janë në fillimet e tyre. A mund të preken adoleshentët nga burnouti emocional? Apo kjo i mbetet vetëm një fazë tjetër të jetës ku ato marrin më shumë përgjegjësi për veten e tyre? Adoleshentët preken më shumë nga ankthi, nga ataket e panikut. Patjetër që kemi raste dhe burnouti, por burnouti
burnout-i ndodh tek individët të cilët marrin shumë përgjegjësi mbi supe. Tek individët të cilët në çdo fushë nuk duhet të dështojnë sipas mendimit të tyre. Ndërsa adoleshenti nuk kemi akoma të bëjmë me fazën e përgjegjësive që e rrethojnë, sepse vetë faza mosha nuk të lejon që ti të marrësh përgjegjësi të mëdha mbi supe. Dhe patjetër që edhe ankthi që një individ, një adoleshent mund të ketë nëse nuk trajtohet, mund të çojë duke me rritjen e adoleshentit në një individ të rritur me burnout më pas. Në qartë. Nga eksperienca juaj si psikologe, keni vënë re që janë më shumë meshkujt apo femrat që le të themi vuajnë nga burnauti emocional? Po, në fakt të dyja gjinit janë të prekura, janë të rrezikuara që të preken nga burnauti, për sa kohë kemi të bëjmë me individ të cilët janë të përgjegjshëm dhe individ të cilët marrin shumë përgjegjësi mbi supe, por ajo çfarë unë kam vënë re është që gjinia mashkullore duket se ka predispozitën për të qenë më shumë të rrezikuar. Thënë kjo, sepse është pesha që ne i vëmë zakonisht gjinisë mashkullore dhe ata vetë i vëmë vetes të tyre që nuk duhet të dështojnë, nuk duhet të gabojnë dhe duhet të bëjnë çdo gjë shumë mirë. Po kjo peshë që vendoset vazhdimisht çdo ditë është një ngarkesë shumë e madhe për kudo, qoftë ky mashkull apo femër. Pra, në vetvete është një individ dhe si i tillë duhet patjetër që edhe të funksionoj lirisht, të gjithë mund të gabojmë, të gjithë mund të dështojmë dhe është shumë okej, është shumë normale. Po, patjetër. Edhe meshkujt, gjinia mashkullore ndoshta duhet ta ushqej pak më shumë veten që nuk ka asnjë problem nëse mund të dështojmë në një fushë të caktuar, nëse gabojmë në një punë të caktuar dhe mos të jemi kaq të pamëshirshëm me veten me veten e tyre. Përgjithsisht njerëzit i përjetojnë situatat dhe gjërat në mënyra të ndryshme. A mund të tregojmë disa raste ku individ të caktuar kanë kaluar në burnout emocional, ndoshta dhe për raste dhe për situata që mund të jenë shumë lehtë të evitueshme dhe pa pasur nevojë që ta përjetojnë aq keq emocionalisht? Në fakt, kjo mund të ndodhë në rastet ku kemi të bëjmë me punë të vazhdueshme, sidomos në një ark kohor, pra që punojmë diku me vite në një punë të caktuar, sidomos nëse ndodh për shembull që jemi në afat mbi 3 vite që jemi në atë punë, ndodh sepse truri përplaset vazhdimisht me të njëjtën situatë. Pra i ndodh vazhdimisht e njëjta situatë dhe duke i ndodhur kështu, fiton mekanizma mbrojtës dhe përpiqet të jap indikacione ty që për mua është mjaftueshëm. Nuk mund ta përballoj me këtë gjë dhe ngec, stopon duke çuar në një blackout total dhe duke mos dhënë asnjë indikacion të funksionojë më dhe të jap produktivitet në ambientin e punës. Dhe prandaj është e këshillueshme që në fillim, nëse shikojmë që diçka nuk shkon me ne, që ne nuk kemi motivim për punë, sepse patjetër motivimi është shumë i nevojshëm në çdo fushë të jetës, po sidomos në punë që të japësh produktivitet, nëse shikojmë që nuk ndjen dëshirën, vullnetin për të punuar, është shumë e rëndësishme që ta kapim që në fillim, në mënyrë që mos të shtrih rrënjët më tej dhe mos të bëhet akoma dhe më shumë serioze dhe të na dëmtojnë edhe akoma më shumë. E qartë. Po një këshill për të gjithë teleshikuesit tanë që mbase mund ta kenë përjetuar burnautin emocional, por nuk kanë ditur se si ta emërtojnë atë. Është shumë mirë të jesh mirë me të tjerët, por është jetësore të jesh mirë me veten tënde. Ne në fakt mendoj që duhet të themi akoma më shumë jo, sepse kufiri personal është patjetër i rëndësishëm. Shpeshherë duke mos dashur të dëmtojmë, të lëndojmë të tjerët apo punën, zgjedhim të lëndojmë veten tonë dhe të marrim mbi vete, mbi supe shumë ngarkesa të cilat më pas do të na dëmtojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.